Mos e hidhni lumin e kafes. Ja çfarë i bën vetullave tuaja. Ky mix do t'i bëjë një ngjyrë kafe të errët vetullat e zbehta. Se keni nevojë për të, atëherë jeni në videon e duhur. Për të arritur rezultate të shumëpritura keni nevojë për këta përbërës: 2 lugë çaj me lum kafeje, 1 lugë çaj plur kakao, 2 lugë gjedhe vaj kokosi dhe pak mjalë. Lumin e kafes dhe plurin e kakaos i përzjeni mirë së bashku. Nëse doni edhe më të zbehtë ngjyrën, shtoni shumë plur kakao. Për ta bërë më magjepse përzierjen, shtoni vaj kokosi dhe mjalë. Kjo bën që boja të qëndrojë në vetulla dhe të mos bjerë në sy. Merrni një furçë të vogël dhe lyeni vetullat sipas formës që keni. Lëreni përzierjen në vetulla për 20 minuta dhe më pas hiqeni bojën. Kaq thjesht ju mund të keni vetulla me ngjyrë më të errët, pa pasur nevojë të shkoni në sallone të shtrenjta të bukurisë. Kështu lumi i kafes do t'japë edhe një paraqitje më të mirë të lëkurës suaj. Sigurohuni t'i përdorni ato vazhdimisht në mënyrë të rregullt për të marrë këto përfitime.